Horizon nga Leonard Koja në Window Radio Titër. Mirëmbrëma miq të Window Radio. Unë jam Leonardi, live këtu nga studio në Gjermani. Shpresoj që të jeni mirë dhe të keni kaluar mirë, duke shpresuar që jeni pranë valve të radio Window Radio. Ne jemi në puntatën e radhës të emisionit Horizon. Jeni vërtet të mrekullueshëm dhe na keni vënë përballë përgjegjësive që edhe ne të përpiqemi në maksimum për të sjellë emisione të larmishme dhe të trajtojmë tema në fusha të ndryshme kulturore, shoqërore, politike e tjera. Jemi në Window Radio. Siç e dini, Window Radio mund ta ndiqni live emisionin në website-in zyrtar windowradio.de. Aty keni edhe informacione, lajme e të tjera nga shumë fusha, plus që mund të dëgjoni edhe gjatë ditës muzikë që ne kemi përzgjedhur për ju. Radion mund ta ndiqni edhe në disa platforma, siç është Tunej, që është platforma më e madhe globale, po ashtu edhe në Radio Box, edhe ka një platformë e madhe ndërkombëtare, në Radio Shqip, ku është platforma e radiove shqiptare. Pra këtu mund të shkarkoni njërin prej këtyre platforma ose nga këto aplikacione dhe aty klikoni Window Radio. Ne mund të ndiqni edhe live në Facebookun zyrtar të Window Radio. Të gjitha ata që nuk kanë mundësi të ndjekin sonde emisionin live, ndehet nesër në ritransmetim në orën 13. Po ashtu, nesër dhe nga mbasdiktja do jetë edhe në faqen zyrtare në YouTube Horizon Window Radio DE. Pra, këto janë disa nga mundësitë që ju mund të na ndiqni. Pra, është edhe Google Search, sepse normalisht edhe Google jemi aty dhe mund ta shkruani Window Radio, klikoni play dhe jemi aty. Sonde kam menduar të kem një temë të veçantë, një temë që vërtet na shqetëson shumë ne si shoqëri. Problematikat që sjell probleme sociale, siç është tema e divorcit. Me të vërtet në Shqipëri apo kudo, edhe në Kosovë, në troje shqiptare, divorci është bërë pothuajse një sëmundje, një pandemi, sepse po shikojmë shumë divorce, sidomos në çiftet e reja, dhe për të kuptuar diçka për këtë plagë, sepse divorci nuk është thjesht një ndarje mes çiftit, por kemi parasysh edhe problematikat sociale që sjell për individin, apo sidomos edhe për fëmijët. Për të diskutuar për këtë, unë kam një të ftuar të fushës, e cila është edhe ajo psikologe, pra është zonja Elda Ruci. Zonja Ruci, mirëmbrëma dhe mirë se më erdhe. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma Leonard, sërish është kënaqësi për mua të jemi ju. Unë ju falenderoj që u shkëputet nga obligimet e tuaja të familjes, sepse është në mbrëmje dhe për të qenë me mua dhe me audiencën tonë në bashkëbisedim. Po, është kënaqësi, faleminderit për ftesën. Po, që kemi, zonja Rusi, shfot Tirana? Mirë, me të jetën aktive dhe saj, me atë energjinë që përsjell, ka unë ndjerë si është dita, me angazhime, si të gjithë personat, në bërpunë. Po, edhe tani ka filluar dhe dimri, shiu, dhe ne shqiptarëve s'na dihet, kur është vap, themi o bobo vap, kur bie shi o bobo përmbytje, por
U bë Po, fëmijë. jemi të paqëndrueshëm për kohën. Zonja Luci, sikur kemi edhe Po, besoj. biseduar paraprakisht së bashku, do përpiqemi ose do më ndihmosh për të kuptuar sa më shumë se çfarë po ndodh me çiftet shqiptare, pse ka shumë divorce. Unë lexova edhe para pak disa ditësh që numri është rritur vërtet shumë. Nëse mundesh një përmbledhje apo kush janë ato, si thosh, problematikat kryesore. Po. Atëherë, siç e dim, kohët nuk janë më si përpara. Do flas për traditat shqiptare, ku pjesa më e madhe e femrave qëndronin të heshtura dhe ku ishin të dhunuara, si nga ana psikologjike dhe nga ana fizike. Qëndronin të heshtura për hir të familjes, ishin ato traditat e dikurshme që nuk mund ta ngrije zërin, nuk mund të kërkoje lirin tënde. Do veproje ashtu për hir të familjes, do qëndroje për të mbashkuar familjen. Por kohët kanë ndryshuar me kalimin e viteve, edhe metodat në Shqipëri kanë ndryshuar, nuk janë më ato tradita të dikurshme, ku shumë çifte dorëzohen për të shkëputur nga një martesë që nuk është e lumtur. Shkaqet mund të jenë të ndryshme, mund të jetë dhuna psikologjike, dhuna fizike, varësia nga bigjozi, varësia nga alkooli, varësia nga lëndë narkotike. Mund të jenë edhe nga imigracioni, presioni ekonomik, papunësia. Patjetër. Po, edhe ndërhyrjet familjare. Ta theksojmë vetë se në Shqipëri kjo gjë ka ndodhur dhe ndodh. Ndërhyrjet familjare duhet ta theksoj që domethënë partneri ose partnerja duhet të marrë mendimin e personave të tjerë për të vepruar tek një familje. Por familja bazohet kryesisht tek dashuria midis një çifti. Po, se dashuria mban ngjall një martesë që të jetë e lumtur, do të ketë mirëkuptimin e vet, nuk duhet të ketë heshtje. Kur dikush nga partnerët e shikon që nuk është i lumtur dhe diçka e lëndon, normale që duhet flasi me bashkëshortin ose me bashkëshortën që ta zgjidhin konfliktin e çastit, të shmangën, të gjejnë zgjidhjen e duhur me komunikim, me mirëkuptim dhe jo me atë heshtjen. Edhe më ka bërë përshtypje më shumë, Leonard, një rast që kam pasur ka qenë një zonjë e cila ka qenë e smur me tumor dhe në atë kohë në vend që bashkëshorti të qëndronte pranë, ajo u braktis nga bashkëshorti sepse ai ndërtoi jetën me dikë tjetër, e la. Në luftën që ai ishte për veten, ai e la. Dhe domethënë ky ishte një rasti i braktisjes nga bashkëshorti, por edhe luftën që ai duhet të përballte për të mbijetuar për jetën e saj. Kjo është një traumë goxha e madhe, po njeriu do të ketë atë forcën mbi vete, që sido që të shkojnë gjërat, duhet të ketë zgjidhje, e kupton? Dhe këto janë raste specifike, sepse kur je me një problem dhe njeriu që ti ke besuar jetën, i ke besuar të ndërtosh familje, 25 vite martesë. Dhe të braktisësh, kjo është vërtet shumë e rëndë. Është ndoshta edhe më rëndë se një smundje tjetër që mund të kesh. Po, dhe zonja më tha atëherë që mirë që kam një luftë të dhënë nga Zoti, tha, po edhe një luftë nga njeriu që kam për krah, tha, nuk e di si do ta përballoj. Dhe kaloi sinqerisht shumë keq. Ishte zhgënjimi. E kupton? Edhe në këtë rast dua të theksoj që ka dhe nga ato partner ose partnerë që bëjnë premtime, do ndryshoj, do bëj këtë, do bëj atë, dhe gjatë gjithë kohës nuk bëjnë asgjë, vetëm qëndrojnë me atë sjelljen e tyre duke thënë që unë ky jam dhe nuk ndryshojnë. Por arriti martesa në këtë marrëdhënie që unë ky jam dhe nuk ndryshoj, domethënë partneri ose partnerja le të lëndohet. E kupton? Janë shkaqe nga më të ndryshmet. Patjetër. Por do doja ta orientoja bisedën pak ndryshe. Për shembull, duke patur parasysh që ne vim nga një familje tradicionale, sikur e ceket edhe ju, dhe vim që sidomos për femrën në përgjithësi është vendosur nga prindrit, nga babai. Okej, tani ka ndryshuar kjo lloj qasje, por
paktën unë nga larg, me ta këtu nga Gjermania, arrin në një këndvështrim apo në një konkluzion që edhe çiftet e reja nuk njihen me njëri tjetrin. Pra janë më shumë konsumues të asaj që nëse mund të themi dashuri, por nuk hyn në atë të brendshme. Për një karakterin, personalitetin. Po pra, kjo është Leonard. Ato nuk luftojnë për të qëndruar bashkë. Një konflikt i çastit, diçka që mund të ndodhë ose një ngritje zëri, gjëja e parë që është që do ndahemi. Jo që të ulën të diskutojnë çfarë po ndodh, çfarë hapash do ndërmarrin, si ta zgjidhin këtë problem, që të mos shkojnë drejt ndarje. Se ndarja, si të themi, aty është, nuk është se ikëm. Por të shpërtosh një martesë do durim. Për të shpërtuar një martesë do durimin e saj. Po pjesa më e madhe e vajzave kërkojnë të drejtat e tyre. Kërkojnë një jetë luksi. Kërkojnë domethënë të përshtaten të gjithë shtresave të ndryshme, por jeta e partnerit varet se si mund të shkojë. Nuk është se gjithmonë do jetë në luks. Mund të ketë dhe rënje, zbritje, luhatje. Është jeta e tillë. Është jeta e tillë tash, se të jemi të sinqert të gjithë, nuk mund të themi se dikush është super i pasur dhe do qëndron në atë stat. Mund të ketë një rënje. Dhe gjëja e parë që femrat materialiste, theksoj, femrat materialiste, kur e shikojnë që nuk e kam atë jetën e dikush në atë jetën intensive si përpara, fillojnë të tërhiqen, të njanohen, duke mos kërkuar zgjidhjen për të shpërtuar martesën, të luftojnë së bashku për të dalë nga kriza ku bashkëshorti është. Pra, një nga shkaktarët kryesor është edhe papunësia dhe kriza ekonomike, si ta quash. Patjetër, është një nga shkaqet, por sikur po e thoni edhe ju dhe po i mshoni me forcë, është mungesa e komunikimit më së tepërmi. Sepse nëse këta dy njerëz janë bashkuar për të ndërtuar jetën së bashku, edhe punën apo edhe ekonominë apo ku diun e kanë vetë duhet menduar dhe mira dhe e keqja në një martesë. Dhe jo direkt të gjesh rrugën e duhur në divorc dhe në braktisja. Po janë shumë të paktë në ditën sotme, janë shumë të paktë ato persona, ato bashkëshortë ose bashkëshorte që mund të durojnë, mund të përkrajnë, dhe në moment që dikush mund të mos ndodhet mirë nga gjendja psikologjike, ato direkt fillon atë distancimin emocional. Po filloj distancimi emocional, po filloj heshtja, mungesa e respektit dhe mungesa e komunikimit. Kjo martesë ka marrë fund, është drejt divorcit. Shiko, si ndikon tek individi divorci në çështje emocionale, sipas edhe përvojës të punës tuaj? Dëgjoj, normalisht që është dhimbje, ka dhimbje që nuk po shkruhet, pastaj është edhe në varësi të dashurisë që ato kanë pasur për njëri tjetrin. Po ka partner ose partneri që mezi mund ta kenë pritur atë ndarje, atë divorc, sepse mund të kenë qenë në një martesë të izoluar. Mund mos kenë qenë të lumtur. Sepse kur jeni në një martesë që vetëm lufton për ta mbajtur gjallë atë martesë, pala tjetër që ndron duke mos bërë asgjë, normalisht që fillon zhgënjimi, fillon kjo siç e thash dhe distancimi emocional, dhe po filloj distancimi emocional, fillon tërheqja dhe personi që kërkon ndarjen në atë moment sigurisht që është i lumtur, sepse të qëndrosh në një martesë, edhe pse i martuar dhe të ndihesh po vetëm, dikush do kërkon. Ajo është shumë vështirë, shumë e rëndë. Po pra, është shumë e rëndë të luftosh për një martesë që nuk po ecën gjatë gjithë kohës, edhe normalisht që do kërkoj divorcin personi. Pastaj ka dhe nga ato persona që dashurojnë me shpirt, po them me shpirt, domethënë një dashuri shumë e thellë, të cilët mund ta kalojnë shumë keq, e kalojnë në depresion, e kalojnë në ankth, mendojnë për të bërë tentativa për vetvrasje. Domethënë është në varësi të dashurisë që kanë. Janë edhe çrregullime gjumi, ankthi, izolimi, mendojnë se duke qëndruar vetëm
do gjena qetësinë që i mungon, kur në realitet ato po e mbyllin më shumë veten. Shiko, a mendon që ne shqiptarë, pra qoftë meshkuj, qoftë femrat, e njohin dashurinë? Dëgjoj, të një dashuria në ditët e sotme është bekim. Kuptoj. Sepse pjesa më e madhe shtiren, janë manipulues. Sepse mund të kenë interesa pasurie, interesat e tyre, nuk di se çfarë interesi mund të ketë, por në ditët e sotme është shumë e vështirë. Pra mendoj që janë më të prirur drejt asaj aparencës, fasadës, materialit dhe nuk hynë në brendësinë e njëri tjetrit për të njohur, pra për të kuptuar përputhën karakteret, personalitetet e njëri tjetrit. Është vështirë, Leonard. Në rastet që unë kam hasur në ditët e sotme, ka njerëz që vlerësojnë dashurinë, e kërkojnë. Janë njerëz që mund të kenë çdo lloj gjëje në jetë dhe e kërkojnë dashurinë. Por duke pasur çdo gjë në jetë, duke pasur pasuri dhe të njihesh me një person, domethënë vetëm bashkëtesa mund të arrijë ta njohë njeriu. Prandaj edhe pjesa më e madhe nuk tentojnë të shkojnë direkt në hapjen e martesës. Mendojnë të duke bashkëtuar, duke u njohur me njëri tjetrin për vlerat që mund të kenë. Kemi si kulturë në këtë bashkëtesën, ka hyrë si kulturë kjo bashkëtesë? Nuk po flasim për zonat e qendrës, kemi parasysh zonat rurale. Pa nga pak ka hyrë. Ka hyrë. Dhe me të vërtetë është një gjë që duhet kishte hyrë vite më përpara. Në Shqipëri flas. Patjetër. Sepse ndihmon shumë personit të vendosë për jetën. Se martesa është gjë e shenjtë. Po pavarësisht se në dashurinë moderne të sotme është kthyer si diçka ndau sot, dhe martohu sot dhe ndau nesër. Çdo person ka zgjedhjet e veta. Patjetër, por ndoshta ajo bashkëtesa është ajo që e të ndihmon që të shkosh te kjo shkalla më e lartë institucionale. Mund ta quajmë që është martesa dhe duhet vetë hapi për të ndërtuar familjen. Normalisht që ndihmon shumë bashkëtesa. Sepse të kesh një lidhje në një distancë, ato takimet e shpeshta që mund të kalosh me atë person mund të duken të bukura, ose telefonatat, si të gjithë të dashuruarit. Por bashkëtesa është thelbi kryesor. Nga ana ime unë ashtu mendoj. Jo mendoj, po ashtu është, sepse duke parë në rastet sot, bashkëtesa është diçka që duhet të ishte zgjidhur kohë më parë, të njohësh njeriu dhe të ndërmarrësh hapat e duhur, sepse të ndërtosh një familje, të me fëmijë dhe shikon që nuk ka përputhje karakteri, atëherë në mesin që dëmtohet është fëmia. Patjetër. Edhe shumë më dhimbshme pasaj kjo. Është shumë e dhimbshme sepse nuk ka faj fëmia për mos përputhjen e bashkëshortëve. Duke qenë se ju keni ndoshta dhe raste edhe duke qenë në përditshmërinë tuaj me këtë punë, cilat mund të jenë ato simptomat më të rënda pasi divorci, simptomat psikologjike, me fjalë? Po, simptomat psikologjike, domethënë janë të dy tipet, të dy gjini që vuajnë, si nga ana femërore dhe nga ana mashkullore. Është gjendja më shpesh tek meshkujt është përdorimi, domethënë fillon në alkoolin. Mund të fillojnë përdorimin në lëndëve narkotike. Nuk e kanë më atë jetën si dikur, edhe vajzat sigurisht që e vuajnë. Të dyja gjinit vuajnë. Është humbi interesi për aktivitet, ankth, probleme gjumi, irritim, vuajtje vetvlerësimi dhe vështirësi për qëndrimi. Në rastet se mund të ketë pas traumë personi, janë rastet të gjitha ku për secilin rast njerëzit vuajnë. Dhe janë vuajtje që mund të jenë, ka dhe njerëz që duan dhe shumë kohë ta marrin veten. Mund të dhe 1 vit, 2, 3, varet se sa ka qenë trauma, si ka qenë lidhja, mënyra se si e ka dashuruar.
Më rënda ndoshta është ajo humbja e vetbesimit tek vetja, kur pëson një zhgënjim të tillë. Vuajtja e vetvlerësimit është shumë e madhe. Është shumë e madhe sepse fillon më pas ke frikë domethënë, nuk e ke nuk e ke atë dëshirën të njohësh dikë tjetër, mendon se janë të gjithë njësoj, përfshin të gjithë një lloj. Edhe është ajo mungesa e dëshirës për të vazhduar jetën dhe pjesa më e madhe zgjedhin të merren me angazhimet e tyre, me punë, dikush mund të largohet përkohësisht nga vendi ku ka ndodhur ndarja. Dikush zgjedh të ikë larg për të nisur një jetë të re. Shiko, më vjen një pyetje, më thotë përshëndetje Leonard, përshëndetje thot për zonjën, faleminderit. Nëse mund të thot zonja, por më qenë se edhe ti je vetë i fushës së psikologjisë, nëse mundeni, sa do të zgjas një bashkëjetesë për të kuptuar që mund të shkosh drejt një martese apo jo? Sa kohë do të zgjas? Zgjas një bashkëjetesë. Kjo gjë varet nga të dy personat, jo vetëm nga njëra anë. Po e mira të mira është paktën një vit. E pakta një vit. Sepse varet edhe tek karriera që kanë këta dy persona, tek niveli i arsimit, tek shumë gjëra, besoj. Janë shumë faktor. Dhe minimumi është një vit, duke mbështetur njëri tjetrin në hapat që ato ndërmarrin. Dikush mund të jetë në shkollë, siç e thatë edhe ju, duke vazhduar shkollën, varet se si, ose mosha që janë. Ose mund të vinë nga një martesë e dështuar e më përparshme dhe varet se ai ka marrë vete nga kjo. Sa janë të gatshëm për të marrë hapin. Shiko, sipas grup moshave, sa ndikon tek fëmijët? Ose si ndikon? Sepse për të ndikuar normalisht ndikon, po cila grup moshë është ajo që ndoshta e përjeton më shumë, më keq? Më keq është mosha 4, që fillojnë të kuptojnë fëmijët. Fëmijët që janë shumë të lidhur me prindërit. Është mosha 4 deri në 9 ose 10 vjeç. Sepse është mosha ku fëmijët të shikojnë familjen të bashkuar dhe kur fillojnë të lindin konflikte në familje, ku kanë qenë arritur në një familje me dashuri, ku fillojnë të lindin konfliktet, atëherë edhe gjendja psikologjike e fëmijës është shumë e rënduar. Sepse ai ende nuk e kupton thelbin se çfarë nuk shkon. Sado që t'ja sqaroj prindi e gjitha, ka të fazën e vet. Edhe që në atë fazë fillon pastaj të ndjej atë ankthin. Është një fëmijë që rritet me ankth më pas. Sepse është edhe ajo periudha që njeriu fillon e ndërton karakterin, me fjalë, edhe është Edhe kjo gjë mund të ndikojë tek fëmijët si një traumë, ta thosh, një traumë e fëmijërisë. Patjetër. Kurse adoleshenca pastaj janë që e kuptojnë. Arrin t'i ndajnë gjërat. Në adoleshencë. Adoleshenca është më e kuptueshme sepse është vetë në atë periudhën e njohjeve, në atë periudhën e kuptimit të jetës, të hormoneve të veta, pra është më e gatshme për të pranuar ndoshta. Po. Ajo është më e gatshme. Po, shiko, çfarë do sugjeroje për shembull për të target fëmijësh 4, 9 ose 10 kur ndodhin divorcet e prindërve, është mirë të kenë kontakt me psikolog? Po Leonard, është mirë të kenë kontakt sepse ndodh që shumë fëmijë edhe mund të smuren. Janë fëmijë që e humbin atë vetbesimin dhe izolohen në vetvete. Fëmia po izolohen në vetvete nuk mundet më, fillon të krijojë ankth, të krijojë një stres që është shumë vështirë dhe nuk afrohet as me njëri tjetër. Ka pasur raste ku nga ndarja e prindërve fëmia është smur.
mund të ketë përfunduar në urgjencë, mund të jetë shfaqur një sëmundje, mund të ketë ndodhur diçka dhe për mendimin tim, prindrit që mendojnë të ndërmarrin hapin për ndarjen, për një divorc, gjëja e parë që duhet të bëjnë është ta çojnë fëmijën tek psikologu, nëse nuk mund t'ia thonë vetë që prindërit do të ndahen, do ishte mirë që t'ia çojnë në fillim tek psikologu që të flasin në një tematikë të përgjithshme, që fëmia ta kuptoj, më kupton? Sepse është si traumë nga një familje e lumtur, vjen një divorc i papritur. Pra i mungon pjesa tjetër. Po, mungon pjesa tjetër, sepse çdo familje ose çdo prind që ka përjetuar ndarje nga fëmia ose fëmia nga prindi është shumë e rëndë. Edhe një ndarje e papritur, pastaj është dhe pjesa ku fëmia do shkojë çdo të shtunë tek babai ose tek nëna, ajo është ankth në vete. Patjetër, sepse nuk ka kur ta kuptoj, ta perceptoj këtë gjë. Nuk e gëzon fëmijërinë e plot, nuk e ka fëmijërinë e lumtur, nuk e gëzon fëmijërinë se gjithë fëmijët e tjerë. Ose fillon, po marr një shembull kur mund të ketë një fest, mund të ketë një ditëlindje, prindit janë të ndarë, mund të ketë një fest në shkollë ose si gjithë prindit kur e shikojnë që ja marrin nga shkolla, ai fëmijë do të ndihet më ndryshe. Prandaj psikologu në këtë rast do të jetë shumë i pranishëm. Shiko, si mendon ti, si reagojnë për shembull djemtë ose vajzat në një divorc? Po flasim gjithmonë tek fëmijët. Kush e përjeton më keq, kush e përjeton më kollaj, apo janë një lloj përjetime? Tashi tek fëmijët që janë ndjen vajza apo tek të rriturit? Jo, tek fëmijët që janë ndjen vajza, tek fëmijët. Tek fëmijët. Dëgjoj, vajzat janë më të kuptueshme. Vajzat janë më të kuptueshme, ndërsa djemt normalisht do fillojnë të sjelljen e tyre. Do fillojmë indiferencën, të mos dëgjojnë më, të mos respektojnë më. Ose ka dhe fëmijë që mund të largohen fare, mund të mos kenë asnjë lloj kontakti me prindërit. Zgjedhin të shikojnë jetën e tyre. Flas për moshat pak që janë 15, 16, se këto kanë reagime të fortë. Është dhe në varësi të karakterit personit. Patjetër, ose fëmijët që kanë qenë në një familje që ka qenë nëna gjithmonë e dhunuar, dhe kur shikojnë ndarjen e shikojnë si një shpëtim këtë rast, edhe bie që mund të jenë dakord, mund të jenë më të lumtur. Shiko, si duhet të jetë komunikimi mes prindërve, pra mes këtij çifti që po divorcohet, për të mos shkaktuar probleme traumatike tek fëmijët? Duhet të kenë një komunikim me njëri tjetrin, të zgjidhin gjërat me mirë kuptim, mos bëjnë konflikt në sy të fëmijëve, çdo vendim që të marrin të ulet ta diskutojnë me qetësi, dhe pse në Shqipëri në këtë rast është shumë vështirë që këto gjëra të diskutohen me qetësi. Por pastaj është edhe në varësi të arsimimit, Leonard. Patjetër. Sepse një person që nuk ka arsimimin e duhur ose nuk ka informimin e duhur, atëherë mund të varet se si mund të reagojë. Mund të jetë agresiv. Patjetër. Po çelësi kryesor është mirë kuptimi dhe mos diskuton asgjë në sy të fëmijëve, sepse fëmia lëndohet më shumë. Kur fillon dhe duhet të përpiqen, mendoj unë, që edhe mbas divorcit për hir të fëmijës, ata të bashkohen për një ditëlindje, për një festë. Po pra të kenë mirë kuptim, të vendosin mirë kuptim. Jo të vendosin, domethënë, do të akosh, të fillojmë ato debatet e tyre. Eksakt. Të vendosin kushte. Pra jo ta vënë fëmijën si kusht
për debatin e tyre. Pra mos e përdorin fëmijën si armë ndaj tjetrit. Po. Si mund të parandalohet instrumentalizimi i fëmijëve gjatë konfliktit të bashkëshortëve? Ish bashkëshortëve. Mund të Pra, mes ish bashkëshortëve. Pra, pikërisht gati ndoshta për këtë që po flisnim, për që mos të ndikojë të kenë komunikim ish bashkëshortët njëri me tjetrin për hir të fëmijës të qëndrojnë shok. Të qëndrojnë shok kuptimin që të flasin, çfarë duhet fëmijës, t'i plotësojnë dëshirat që ai ka, të mos e ndjejë, domethënë atë shkëputjen totale nga prindit, siç thash që të vendosin kushte do të takosh këtë ditë, këtë orë, ose të zbatonin edhe kushtet e vendosura nga gjykata, orë që kanë caktuara. Por mund të qëllojë ndonjë ditë që fëmia mund ta kërkojë prindin edhe pa gjatë javës, jo vetëm në fundjavë. Më kupton, duhet të kenë atë mirë kuptim me njëri tjetrin, të zbatojnë dëshirën e fëmisë dhe jo për çdo gjë të thonë jo këtu, jo po s'ka ardhur dita, jo po s'është sot, jo po s'është nesër, të kenë atë mirë kuptimin, të japin atë liri fëmisë. Mund të fëmia ka ndëgjuar, ka edhe nga ato prindër që kur ka ndodhur divorci, duhet vit ta takoj vetëm babai, të themi, ose nëna, vetëm në fundjavë. Dhe të mos takoj gjyshërit, vendosin kushte, domethënë. Vendosin këto kushte që s'do takosh këtë, s'do bësh këtë, jo po s'është vendos kështu nga gjykata, s'është vendos, ato duhet të qëndrojnë shok, të ruajnë atë mirë kuptimin me njëri tjetrin dhe më së nuk duan për hir të fëmijës që ai fëmijë të mos ndihet i lënë vazdore, të mos ndihet ai është ndryshe nga tjerë, por jo ai është ndryshe nga tjerët. Sepse një fëmijë i divorcuar, siç e thash, nuk e ka fëmijërinë e lumtur. Më vjen një pyetje, më vjen nga një zonjë. Thotë respekte për emisionin tuaj, hera parë që po e ndjek. Do doja thotë, nëse mundet zonja, është mirë thotë që një mami i divorcuar të ndërtoj një lidhje të re dhe kjo thotë si ndikon tek fëmia, a ndikon pozitivisht, negativisht, cili do të jetë hapi për të marrë apo si duhet të komunikohet me fëmijën. Atëherë në radhë parë zonja duhet të njohë mirë bashkëshortin që do zgjidhin në krah. Për të por pastaj varet se çfarë moshe mund ta ketë dhe fëmia. Mund të fillojë, po më kupton, varet se çfarë moshe mund të jetë fëmia, mund të jetë adoleshent, mund të jetë i vogël, mund të jetë mjaft i rritur. Gjëja e parë është që të filloj të flasë fëmijës, jo jam duke u njohur me dikë, kam dëshirë që edhe ti ta njohësh në këtë rast, të dalin, të shpenzojmë shumë kohë bashkë, të themi si një familje e re. Të fillojnë më thënë prezantimin dhe i them dhe zonjës që është në varësi të moshës që ka fëmia. Por duke filluar me këto hapat e vogla, duke i folur që janë duke u njohur me dikë, më pas t'ia prezantoj dhe zonja të jetë e sigurt që do e marr hapin për të krijuar një jetë të re me personin në krah. Të ketë siguri në vetvete, më pas të filloj të flasi me fëmijën. Po gjithmonë të jetë e sigurt në vetvete çdo zonjë, po edhe çdo zotëri që mund të ketë. Zotëri, po marr si shembull me që ishim të folur. Kuptoj, por duhet gjithmonë të gjendet ai çelësi i mirë kuptimit që ta pranosh tjetrin ose fëmijën e tjetrit si fëmijën tënd, pra të jo thjesht të nisën nga ato çastet e dashuriçkave. Po. Po për të ndërmarrë një hap të tillë, mosha 10, domethënë, me këtë përgjigje kjo zonja, mosha 10 vjeçare thotë. Mosha 10 vjeçare, fillon të thotë që është duke u njohur, se fillon në këtë moshë fillojnë kuptojnë fëmijët. Ti tregoj që është duke u njohur me dikë, në fillim t'ia prezantoj si shokun e saj, mund të krijojë, nuk e di ka djalë apo vajzë, të krijojë një si ndeshje futbolli, po jap një ide. Kuptoj.
Që edhe personi të jetë të po, në lojra të fëmijëve ta shoqëroj në sport, mund ta shoqëroj në shkollë, ku gjithmonë që edhe zonja të jetë e pranishme, që edhe fëmia të mësohet me praninë e partnerit të ri të nënës. Më falë se me qenë se jemi në radio dhe se jemi me kamera, në lejo të ndezin ndër një cigare. Shumë mirë. Elda, cilat janë ato gabimet psikologjike që bëjnë ish partnerë më tepër? Gabime psikologjike. Ka partner që mbas divorcit nuk e pranojnë divorcin dhe mund të shkaktojnë në presion. Nuk e pranojnë divorcin, shkaktojnë presion duke ushtruar në këtë rast dhunë psikologjike. Duke bërë që partneri ose ish partnerja varet. Në këtë rast flasim për të dyja gjinit. Po, do me thënë, pjesa më e madhe kam meshkuj që nuk e pranojnë dot ndarjen edhe fillojnë me ato kërcënimet e tyre me presione duke bërë që duke bërë që femrat mos ketë mbrojtje, mos ketë liri, fillon të ketë ankth, ka femra që kalojnë edhe në depresion. Nuk arrin të guxojnë, të dalin më, fillon ajo një frikë e brendshme ku nuk ke më atë lirinë për të jetuar, e ke shpirtin si të burgosur ta thuash. Nuk ndërmerr dot asnjë lloj hapi. Dhe prandaj pjesa më e madhe në të rasti drejtohen policisë. Po janë shumë të rënduar nga ana psikologjike persona që janë me dhunë psikologjike, Leonard. Po tjetër, sidomos kjo që ju sapo e ceket, që meshkujt e kanë shumë të vështirë të pranojnë divorcin. Pra, unë mendoj, jo se kanë të vështirë që po jetojnë vetëm, por meshkujt shqiptare kanë të vështirë sepse ju duket si ulje që me lagruja dhe fillon e kërcënon, fillon e kërcënon, edhe duke bërë ato kërcënim, shkohen. Pra, kanë shkohen në akte ekstreme. Po. Nëse do kishi një rast të tillë, pra do kishi të vinte në klinikën tuaj një mashkull i tillë, kush ishin ato këshilla psikologjike që ju mund t'i jepni? Kam hasur një rast para ca kohësh. Ishte një djalë i ri, po ishin shumë impulsiv. Edhe kishin 9 vite, ishin martuar me dashuri, kishin 9 vite bashk. Dhe në këtë rast ai nuk ishte falona sepse ai ishte larguar për të mirën e tyre, për të ndërtuar një të ardhme së bashku me njëri tjetrin. Dhe vajza në këtë rast, ajo distanca krijon ato konflikte, debatet e veta, jo afrimitetin e gjitha dhe mori vesh që vajza e ndau dhe ishte lidhur me dikë tjetër. Dhe ku ka ardhur në atë kohë ka qenë shumë keq nga ana psikologjike dhe tha, filloi i bënte presion, i shkruante gjitha, mi tregonte gjitha. E ula, filloi se shqiptari, domethënë, vike psikologu është shumë gjë rënd. Ne kemi tabu akoma. Po shkoj te psikologu. Kemi tabu akoma dhe vazhdon të jetë. Është çmendur, është bërë budalla, po do të shkoj te psikolog. Ishte shumë tip impulsiv, nuk pranonte të fliste. Ishte shumë tip i vështirë. E dëgjova të gjithë gjëra se si dhe tha, jo kështu, jo pandej. Në atë moment i thashë dëgjoj, qetësohu, sepse nuk mund të mbahet një person me zor. Kur diçka nuk hecën, kuptoj atë zhgënjimin tën, atë impulsivitetin e çastit, por e të mirave në këtë rast është që gjithsekush të shikojë drejtimin e vet, duhet ta pranosh. Patjetër, më thënë kur diçka nuk shkon, kur nuk ecën, por gjithmonë unë i mësoj shumë komunikimit, pra duhet të komunikohet pafund për të kuptuar që vërtet nuk ecën apo ka vend që mund të riparohet, të vazhdohet përpara.
Jo, personi kur erdhi tek unë e kishte mbyllur, domethënë. Ja, kam në përgjithshme tani këta. Në përgjithshme po. Ë, janë Sepse raste vëmre shpesh herë që merren ca veprime tepër të nxituara, pa komunikim, pa folur, a kupton, ose me inat. Po janë ato vendime drastike të çastit, a kupton, të momentit. Dhe ato vendime drastike është mirë që të komunikohen para se të merren, se mund të rikuperohen gjërat. Po, për të ndërmarrë një hap të tillë, normal që duhet të komunikosh, po varet sa të dëgjon personi që është në atë çast, atë impulsivitetin e vet që nuk dëgjon asnjë. Shiko, Prandaj ne po flasim nëse personi nuk ka krijuar një lidhje mbi lidhje, sepse nëse e ka bërë këtë, pastaj lodhesh të flasësh shkurt. Atë po them unë, mira në këtë rast është që të japësh pak kohë. Derisa qetësohet, fillosh të komunikosh me mesazhe, duke qetësuar, jo duke të agravohet situata. Me mirë kuptim, arrin të gjendet një zgjidhje. Shiko, do të bëj një pyetje pak ndryshe. Paktën këtu në Gjermani, çiftet, nëse që ka divorce pa fond, do të kesh parasysh që Gjermania është e madhe, por besa kam lexuar studime të ndryshme dhe raste të ndryshme, këtu nëse dashuria mes dy partnerëve mbaron, ai e thot kaq nuk ndjej më për ty. Tani unë nuk do jem më për ty, do krijoj një lidhje tjetër dhe këta e pranojnë pothuajse me sportivitet. Pra nuk ka nga këto krizat që kemi në Shqipëri. Ka hyrë si kulturë aty tek ne kjo? Po, ka edhe çifte që mirë kuptohen. Bin dakord në këtë pjesë ku ndodh distancimi emocional. Janë varet që, domethënë, tashpa është dhe varet se sa janë dashur. Se kur është dashuria shumë e madhe, çdo person e ka të vështirë ta pranojë në fillim. Po ka hyrë, nuk është më si dikur. Ka filluar me mirë kuptim çdo lloj gjë, sepse të thash nuk është çdo gjë me detyrim, se vetëm dashuria nuk është me detyrim. Pa diskutim që jo. Po, dashuria është diçka që lind, edhe sa vjen edhe rritet, sado që ta frenosh ajo rritet. A mund të quhet divorci i shëndetshëm dhe nëse po, kush janë disa element të mirëqenies shëndetit psikologjik gjithmonë flasim? Po, ka çifte që pranojnë të ndahen me njëri tjetrin, me mirë kuptim, domethënë, pa bërë trauma, pa bërë gjeste që nuk janë të përshtatshme. Edhe çiftet që pranojnë të ndahen me mirë kuptim me njëri tjetrin, nuk është se kanë probleme psikologjike. Janë çiftet më të qeta, janë çift domethënë që e pranojnë që mbaroj, nuk është se dhe këto probleme nuk ka probleme. Në këtë rast nuk ka probleme. Mund të gjejnë, domethënë, gjithse kush mund të vazhdojë jetën e vet, mund të krijojnë lidhje të reja, dalje të reja. Gjëra që i ka munguar tek martesa që kanë pasur bashk, mendojnë të krijojnë në një lidhje tjetër. Në performancën personale, profesionale, sociale, si mund të individit flasim, si mund të ndikojë divorci? Ndikon? Po, mund të ulë përqendrimin, motivimin dhe energjinë në punë. Të rrisë mungesat në për shoqëri. Mungesat, domethënë, nuk ka ato daljet, ato frekuentimet si përpara. Dëmet varen edhe nga në mbështetje ekonomike dhe psikologjike. Disa njerëz përmirësohen dhe rimarrin funksionet e tyre. Varet, Leonard, është në varësi të historisë që ato mund të kenë pasur. Shiko, a lidhet divorci me mungesën e pafësisë emocionale mes çiftit? Po, lidhet.
Lidhet, sigurisht që lidhet. Ka raste nga më të ndryshmet, raste që janë pa fund, që si ta themi nuk di nga ta fillosh. Kuptoj, Se çdo ditë janë bërë divorcet, një martesë që nuk kam dashuri midis tyre, çfarë do lloj gjëje të bësh Leonard, kam mbaruar. Do fillojmë të kapem, domethënë, tek pjesa e papunësisë, tek pjesa e krizës ekonomike, e mungesa e respektit, tek të gjitha. Kurse kur ka dashuri nuk vren këto gjëra. Po, sa punojmë ne shqiptarët për dashurinë? Në fjalë, sa investohemi, nuk po flas nga ana materiale, nga ana shpirtërore, pra sepse ose ky çift partnerësh të dalë diku, të shkojë diku për pushime, të ndrojë një ambient apo të organizojnë gjëra të ndryshme. Po, këto gjëra ndihmojnë shumë, e shpëtojnë më saktë një martesë nga rutina e përditshme. Sa më shumë kohë të kalojnë çiftet me njëri tjetrin, domethënë mos jenë atë monotoninë e përditshme, shtëpi, punë, fëmijët, por të shkëputën pak kohë dhe të gjejnë kohë për njëri tjetrin. Domethënë, ta vazhdojnë se në ato fillimet e tyre. Kuptoj. Pra të dalin nga rutina, të ndërtojnë gjëra të reja. Po, gjëra të reja, të eksplorojnë, të shëtisin, të udhtojnë sa më shumë. Të ridashurohen. Po pra, këtë doja të thoja, të ridashurohen. Kjo gjë ndihmon një martesë të jetë e lumtur. Shiko, duke pas parasysh ka shumë probleme dhe më thënë drejtën Elda, ne që i shohim nga jashtë, bëhet nga shpeshherë dhe frikshme ajo dhuna në Shqipëri. Ka femra shumë të dhunuara, për qoftë fizike, qoftë psikologjike, por kemi patur edhe raste ekstreme. Dhe sa apo sa funksional është shërbimi social, ose kur bën këto denoncimet në polici, ka psikolog atje? Apo thjesht takon polici roje, oficeri roje? Jo, ka psikolog, ka. Sigurisht që ka psikolog. Çdo rajon policie ka psikolog. Ka psikolog Leonard, po Shqipëria është akoma me ato traditat e vjetra, ku kërcënimet, sidomos në ato në pjesë veriore njëherë, ka femra që qëndrojnë të heshtura, dhe pse mund të dhunohen çdo ditë, si nga ana psikologjike dhe nga ana fizike. Që në bërë ne malogëve. Jo, nuk po them për ju konkretisht, por e morë në përgjithësi, sepse janë persona që e kanë shumë të vështirë të femra, domethënë të shkojnë në një rajon policie të t'i tregojë se çfarë shqetëson. Është akoma ajo ideja e turpit. Domethënë shqiptari jeton jetën për tjerët, për opinionin e tjerëve. Dhe jo për vuajtje që shka këto që i ka shpirti. Janë ende me mentalitetin e vjetër. Patjetër, sidomos për te shakas, më thënë të drejtën që veriu ka vërtet shumë mungesa dhe jo se nuk ka dhunë krim edhe në jug, por veriu vazhdon akoma me atë pjesën patriarkale, me atë pjesën që duhet burri, duhet babai. Po jam ndryshe, e ngrenë zërin, e kupton, e ngrenë zërin, e tregon se çfarë i shqetëson. Po shumë mirë, ju jugu esni, ne veriu do u ndjekim. Dhe gjë është në varësi të rastit se nuk du të bëj dallim tani veri jug. Është në varësi të rastit që mund të jetë personi, nuk është e thënë ajo. Patjetër. Na lejohet edhe shokaja, kështu që sepse po, se do thonë pastaj çka ka me verioret kjo fillon. Nuk ka vazhdim as. Dashke me na pa me sy. Jo. Kam respekt për zograin e Shqipërisë normalisht. Po e kisha fjalën tek femra që nuk mund ta ngrenë zërin sepse qëndrojnë të heshtura me mentalitetin e vjetër, nuk mund të ngrihet zëri sepse është turp.
Duhet mendosh për familjen, duhet të mendosh për gjitha. Akoma në veri, për shembull, se tani unë jam vetë verior dhe ti vi keq kujt të doj, akoma në veri, po lindi vajz, thuhet, me çfarë u shtove, se pe them kështu tamam veriorshë. Vajz, thotë, thotë kështu varshëm, a kupton? Kur i bën djalë, ore përsysh, ore me leje, pa leje, kallash do shtia i atje, a kupton, djalë janë bo me djalë, do ja për akije, birra, gjithë fshatit, pra që këtu fillon ai diskriminimi ndaj femrës. Dhe duhet patjetër të ndryshoj kjo qasje, sepse kemi parasysh, jemi në 2025 dhe është mundësia të arsimosh, është mundësia të lexosh, është mundësia të lëvizësh dhe nuk duhet të ecim gjithmonë me atë idenë bornesh. Do të thotë pra mos abuzohet me fjalën bornesh, sepse bornesh ka qenë është një fjalë e madhe prehistorike dhe por sot duhet të kemi vërtet bornesha që të jenë të mirë arsimuara, të jenë të forta në krah të familjes dhe nuk duhet të shikohen thjesht si punojse. S'po përdor fjalë tjetër. Shikojta. Çiftet e divorcuar shikohen me një sy ndryshe nga shoqëria dhe nëse po, kush më tepër, meshkujt apo femrat? Femrat gjykojnë më shumë. Femrat gjykojnë më shumë se fillon ishte zonja të bante burrin e saj, siç është kjo fjalë e përditshme në çdo tavolinë ose çdo person që të takosh. Pavarësisht se sa mund të ketë vuajtur ajo femër, mund të jetë dhunuar për vite me radhë, vuajtje të traumat e saj, nuk e di askush, por në aparencë gjëja e parë është që gjykohet femra dhe mund t'i vende epitete nga më të ndryshme. Akoma nuk ka ikur në Shqipëri kjo lloj. Jo që ta ngusholloj, ti flasi, ta uli, ta dëgjoj një herë se çfarë ka shqetësuar, si çfarë shtryu drejt hapi që mor pjesa e divorcit. Por filloj me gjykimet e tyre. E ke thënë fiks, nuk kam çfarë të shtoj, sepse ai që e shpreh këtë që thatë ju, normalisht që nuk ka kohë ta dëgjoj, sepse ai ka kohë të bëjë thashë theme, para të gjykoj, mos të jap kurajo për të ecur, për të jetuar, jeta vazhdon, mund të vijë një njohje e re, sepse gjithmonë nëse je i Zoti të thuash një miropafshim, gjithmonë do vijë një përshëndetje e re. Po, sigurisht, do hapet një etapë e re në jetë. Patjetër. Shiko, do kthehem pak tek fëmijët. Mbas divorcit të prindërve, të çiftit. Po. Si duhet të jetë trajtimi psikologjik i fëmijëve? Kaloj pak tek adoleshenca, duke pas parasysh që është mosha më delikate. Qoftë edhe nëse janë prindërit bashkë, është mosha më e vështirë, jo më kur janë të divorcuar. Po. Adoleshentët janë ta quash më të vështirët që të shprehin tek psikologu. Janë raste kur ke rezultat, janë raste kur nuk ke rezultat. Është në varësi edhe të pacientit ose klientit ta quash, se sa është i ndërgjegjshëm të dëgjoj atë çfarë ti këshillon në atë moment i flasësh e gjitha. Ka pasur edhe raste kur të vjen një herë dhe herën e dytë nuk vjen më në takim me psikologun. Por një rast që kam hasur ka qenë një djalë tek 16-17 vjeç, ishin divorcuar prindërit dhe djali kishte zgjedhur të jetonte me nënën. Kurse babai kishte humbur fare pjesën e interesit për fëmijën. Dhe rritja një fëmije vetëm nga ana një nënë është e vështirë dhe çdo nënë që rrit vetëm fëmijën është një nënë heroin.
në atë moment kur e ka ardhur me nënën nuk flisëm siç e kanë shqiptarët që duan të rinë edhe nënat aty të dëgjonin. Por normalisht nuk lejohet. Dhe djali kishte filluar përdorimin e lëndëve narkotike. Nëna kishte arritur ta kuptonte sepse bënte sjellje jo të hishme siç ai ishte. Kishte ndryshuar, ishte bërë më agresiv, nuk dëgjonte, ishte nga shtëpia me net, nuk hapte telefonin. Dhe kur ka ardhur fillim filloi jo, nuk pranon të flasësh ti, kush ti të më japësh mend mua. Do ta marrësh edhe me sportivitet në këtë rast. Po. Patjetër se këtë kemi si shoqërinë, kush je ti të më japësh mend. Kemi si kush je ti të më japësh mend mua. Dhe gjëja e parë është të krijosh konfidenca në adoleshentin, ta kuptoj që nuk je thjesht vetëm psikologe, por edhe si shoqe për të. Se duhet të përshtatesh edhe me të tilla raste. Kur je psikolog do bësh çdo lloj gjëje. Po patjetër, por nëse nuk krijon besimi tek klienti, nuk mund të japësh këshillën e dur. Çdo gjë do qëndroj aty me këshilla dhe seancën e parë ishte shumë agresiv. Kur ka ardhur seancën e dytë, ka ardhur me shumë dëshirë. Sepse i fola duke i thënë që nëna punon, nuk mund të sillesh në këtë lloj mënyre. Ajo po jep sa mundet, të fillosh dhe ti të kontribuosh në atë pjesë, do arrini diçka bashkë, keni njëri tjetrin në krah, dhe pse babai humbi interesin nuk do të thotë që do të lëndosh nënën. Vërtet. Sa i zgjasni këto seancat? Jo si kohë, po për shembull i keni të shpeshta me raste të tilla? Për shembull, një herë në javë, dy herë në javë, një herë në dy javë. Është në varësi të individit. Është në varësi të individit. Nuk mund ta përcaktoj një javë. Nëse është nga gjendja psikologjike shumë e rënduar, mundohem që çdo kush mundohet të paktën 2 herë në javë, nëse është i rregullt. Nëse vjen me dëshirë. Kupton? Shiko, cilat janë ato sinjale që çiftet duhet të kenë kujdes apo që të ulën, të flasin, të bashkëbisedojnë për të mos shkuar drejt prishjes së martesës? Ka sinjale paralajmëruese? Po sigurisht që ka sinjale paralajmëruese. Kur njëri nga partnerët ose bashkëshortet fillojnë të kenë të distancohen, të mos përfshihen më në biseda, në plane, fillon çdo gjë të anashkalojnë, të mos kenë ato obligimet familjare. Atëherë duhet të ulët të zgjidhemi njëri tjetrin me mirë kuptim, çfarë nuk shkon, cila është arsyeja, mund të ketë gabuar partneri ose partnera diku dhe të mbash inat. Filloi ajo heshtja, se po filloi heshtja dhe mungesa e komunikimit, dihet ajo. Prandaj këto janë sinjalet e para. Është heshtja, ku personi bashkëshorti o bashkëshortja mund të ketë bërë diçka të gabuar, një veprim, një fjalë që personi tjetër e ka lënduar, nuk duhet të heshtin. Duhet të flasin çfarë shqetëson dhe të ndërmarrin hapat, të rregullojnë gabimet që mund të kemi mund ta ketë lënduar palën tjetër, të kenë komunikimin. Komunikimi është thelbi kryesor. Jo të qëndrojnë o më lëndoj në këtë rast edhe po janë anashkaloj. Çdo gjë duhet të diskutohet. Padistim është vërtet që komunikimi është prioritet dhe primar. Unë e adhuroj komunikimin sepse është vetëm rrugë që të çon drejt zgjidhjeve. Po, mos vendosin kufi njëri tjetrit, mos vendosin inate. Do të bëj një pyetje, më vjen prapë një pyetje në një zonjë, të cilën e përshëndes. Më thot, si mundem thot që unë thot kam 2 vajza dhe bashorti. Bashorti thot nuk është shumë komunikues me vajzat apo pothuajse nuk është fare i pranishëm në komunikim me vajzat. Jo se është i dhunshëm, por nuk
ka komunikim, pra ka të thotë ashpërsinë prindërore të mashkullit. Si mund që të flas me bashortin që më fal që përgjigj live që të jetë më i afrushëm me fëmijët. Po, në këtë rast çelësi ndërmjetës është nëna, që duhet të bëj palë ndërmjetëse si për vajzën dhe për bashkëshortin. Nuk e di sa vite martesë mund kemi njëri tjetrin dhe çfarë lloj tipi mund të jetë bashkëshorti, por e mira të mirave është që është nga këta autoritar, më thua kështu. ato Tipiku Joni. baba tipik shqiptar. Është Dhe sa nëna e që pas ka duhet vajza, flasi të krijoj. dhe sa e pas ka vajza, normalisht beshu shqiptare kanë pak. Dgjoj, ka dhe baballar që më janë shumë të mirë, edhe mund të kenë emocione, mund të kenë turp, si ta quash. Vërtet. Është po ka shumë baballar që i duan shumë vajzat, e duan shumë familjen dhe komunikimi që mund të bëjmë me vajzat mund të jetë më i ndërlikuar, mund të kenë turp, kanë emocione, nuk shprehen. Nëse babai e ka pasur komunikimin me vajza, që ku ka qenë vajza e vogël, 7 ose 8 vjeç, ta trajtoj si shoqe, atëherë edhe vajza vetë do filloj të ketë më shumë afrimitet me babain. Do ketë si shok, do ketë si vlla. Çdo gjë çfarë mundon, do flas me babain, do sqarohet me babain. Nëse është rritur nga një baba që ka qenë mund të jetë treguar indiferent sepse ashtu mund ta ketë natyrën, po ai në realitet e do, po ka emocione. Në fakt, duhet mi kuptuar edhe babai në këtë pjesë. Patjetër. Sepse në përgjithësi ju vajzat kur jeni adoleshente, kupton babai është ai shëmbulltyra apo ai ëndra e bashortit të ardhshëm. Dhe vërtet që duhet edhe prindi i mashkull, me fjalë babai, duhet të jetë shumë prezent tek vajza, duhet të jetë shumë komunikues. Mendoj që nuk duhet të ketë tabu, duhet të flas, duhet të mbys ato emocionet, sepse e ndihmon shumë vajzën për gjetjen apo për ndërtimin e jetës së vet. Po. Duhet afiniteti me babait me vajzën, që edhe vajza kur të rritet ta ketë një shok, domethënë mos jetë viktim. As e dhunës fizike, as e dhunës psikologjike, mos jetë lënduar. Po të thënë këtë normalisht që kanë dorë prindrit. Por sidomos babai për figurën e vajzës është i rëndësishëm. Është shembull. Është shumë i rëndësishëm. Është vërtet shumë i rëndësishëm sepse ka vajza të cilat mund të jenë shumë baballar dhe duhet krijuar afiniteti, siç e thash Leonard, që kur është vajza që në fëmijëri, që të rritet me idenë që babai është shok, jo është babai, që mos marrë vesh babai këtë gjë se do filloj bërtasi, do kemi shqetësime familje. Shiko, a janë edhe këto gabimet që për shembull nëna përpiqet ta mbrojë fëmijën mos e tregoj babait. Pra, t'ja mbuloj një gabim fëmijës, mos e themi babait se babai do bërtas, ose bëj kështu se për ndryshe do i them babait. Kjo ndikon në vazhdimin e jetës të fëmijës, sepse ai nuk është gjithmonë fëmijë, do dalë në jetë. Dhe paralele mund të bëhet edhe manipulues, mund të bëhet edhe mashtrues. Po. Ndofse që po. I hasim shpesh edhe këto. I hasim shpesh edhe roli kryesor në familje, në komunikim është nëna. Dhe kur e shikon që fëmia, dëgjoj, nëse është lidhja nënë e bi, normalisht që unë t'i bëjnë të fsheta babait. Po mirë. Sepse varet se si mund të jetë edhe sjellja e babait në familje. Nëse është një baba me autoritet, sigurisht do fillosh të kesh tërheqje. Leonard, sepse do fillojnë atë debatet në shtëpi, varet se sa e kupton babai. Nëse është një baba i tolerueshëm,
vajza mund të flasë vetëm me baba, nuk ka fare pse të jetë nëna çelësi ndërmjetën. Por gjithmonë Kurse nëna do të jetë rastin pjesë që e ndërmjetën. fat, si? Nëna në përgjithësi duhet ta bëjë atë pjesën e ndërmjetën. Baba, fëmijë. Po, baba fëmijë sigurisht. Kurse tek djemt doja që papallarët të ishin më të afrueshëm me djemt. Sepse është një rrugtim i gjatë në jetë për djemt. Varet se çfarë rrugtimi zgjedh rrugtimin e dur ose rrugtimin e gabuar. Po, edhe kur nëna shikon që djali mund të ketë bërë një gabim, mund të jetë diçka që mund të jetë shumë e madhe, nuk mund të fshet një gabim. Do të gjetë një zgjidhje me pjesën e babait. Do të diskutohet, patjetër. Do të flitet. Po sigurisht që duhet diskutohet, po. Shiko, kemi parasysh që duke qenë të rrjetet sociale, teknologjia, tableta, telefona, a mendon që prindërit po investohen më shumë të blejnë iPhone-in se sa të investohen që të kalojnë kohën me fëmijën apo vetë familje me njëri tjetrin? Po mos e blesh iPhone-in, do fillon gjëja e parë që do thotë fëmia është gjithë shokët e mi e kanë, unë se kam. Do fillon të ndihet ndryshe. Por nuk ka lidhje pjesa e kohës. Për mendimin tim është më shumë të merrem me pjesën e arsimimit të fëmijës. Duke marrë me pjesën e arsimimit të fëmijës, fillon të kenë edhe më shumë si familja dhe më e bashkuar. Të kalojnë më shumë kohë me njëri tjetrën, duke folur për të ardhmen, për ëndra që fëmia ka, ta ndjekin. Të jetë afërmiteti. Elda, unë përpoqja me ty të diskutojmë disa gjëra në të përgjithshme, por nëse ju keni diçka për të shtuar apo diçka për të thënë më tepër që ne nuk e cekëm, do e doja. Rasti, siç e thash, për zonjën që ishte braktisur, dhe një rast, nuk po e marr rast, thjesht po e shpreh. Është nëse një martesë ka marrë fund, nuk duhet të bërë kurrë një presion e para. Një çdo person ka të drejtë të ketë jetën e vet, nuk mund të mbahet një shpirt i burgosur. E dyta, femrat që janë të dhënuara duhet ta ngrenë zërin, të mos rrinë të heshtura për hir të familjes apo për hir të traditave shqiptare. E katërta, ka edhe nga ato femra, këtë doja të thoya Leonard, ka edhe nga ato femra të cilat mund t'i pëlqejë jeta e luksit. Jeta e luksit, mund t'i pëlqejë jeta e luksit dhe djali që ka njohur mund të ketë zgjedhur një mënyrë jo të përshtatshme për ta ngritur pasurinë. Dhe në momentin që djali mund të bie pas hekurave, vajzat fillojnë braktisjen. Më kupton? Kuptoj, sepse është ajo lidhja materiale, jo lidhja shpirtërore. Është lidhja materiale dhe jo lidhja shpirtërore. Domethënë, ato janë dashuruar me paranë e tij dhe jo me të. Lidhjet që janë në distancë në këtë lloj zgjidhje. Dhe vetë meshkujt duhet të kujdesshëm. Po, duhet të jenë të kujdesshëm, pra duhet të prandaj është çelësi kryesor bashkëtesa. Doren përsëri kjo bashkëtesa. Në ditët e sotme, për të besuar një person do shumë kohë, edhe shumë prova ose sprova që mund t'japi jeta, për të siguruar që nuk je vetëm dhe atë njëri e ke aty në krah. Nuk mund të qëndrosh në një lidhje kur ke luftuar vitet më të bukura të jetës për të ndërtuar diçka dhe personi në krah, qoftë mashkulli apo femra, nuk bën asnjë lloj lëvizje. Dhe nuk mund të qëndrosh aty ku ti e ndjen vetëm, po vetëm, edhe pse mund ta kesh bashkëshortën ose bashkëshorten.
duhet të mbizotëroj sa më shumë dashuria, po të jetë nga këto dashurit e sinqerta, jo nga këto dashurit moderne që janë bërë sot. Se janë dashuri moderne, që janë thjesht seksiste, se është dashuri moderne, është material. Dashuri moderne quhen unë vetë, sepse fokusohen tek pasuria, tek interesi dhe janë manipulues. Kjo është dashuria moderne sot. Kuptoj shumë drejt, por duke qenë materiali, duke qenë interesi, prioritet merren vetëm ato fasadat ose ato aparencat ose ato pjesa seksuale. Kur vjen puna pastaj, sigurisht ceket ju, që ky djali mund ta ketë ngrit një pasuri jo në mënyrën e duhur, por vjen një moment që atë pasuri e humb ose ndoshta humb edhe vet lirin ai. Kjo femra pastaj edhe ndihet, jo se ndihet e zhgënjur nga ky mashkull, por ndihet e zhgënjur nga luksi që i mungon. Do i mungoj luksi. Patjetër. Nga luksi që do i mungoj, po. Sigurisht do i mungoj. Kjo është ajo, pra është e vërtetë që duhet një bashkëjetesë, duhet të shikojnë gjërat jo me syrin e pasurisë apo me syrin e makinës apo të fasadës, të aparencës, çka ka veshur, si vishet, si mbahet, ku diun. Pra, duhet e bashkëjetesa, duhet e komunikimi, duhet ajo të njihen sa më shumë njëri me tjetrin. Po. Unë të falenderoj. Po. Ka raste nga më të ndryshme. Kemi kohë sa duash. Sepse për këtë temë ka sa duash për të folur dhe ka vërtet shumë probleme dhe janë probleme që për mendimin tim më së tepërmi vijnë këto problemet nga mos bashkëbisedimi, komunikimi njëri me tjetrin, marrja e vendimeve drastike në momente inadi, në momente të nxituara. Po, duke lënduar njëri tjetrin. Ose duke sulmuar në plag që tjetri ta ka besuar, sepse ti normalisht kur jeton me dikë, ja di dhe meta, ja di dhe ka besuar çdo gjë dhe në një moment të caktuar nga inadi shkon e sulmon aty ku është pika e tij më dobët. Po. Dhe duhet me fjalë që të eliminohen dhe të shmangen sa më shumë, sepse familja është institucioni më i shenjtë. Shiko, më qësimi tek familja, bëllë një pyetje. Pe humb familja shqiptare strukturën e vetë, atë forcën që ka, atë bashkëjetesën, po bëmi më tepër se ç'duhet modern, si pëlqen ty ta thuash? Po, thash dhe në fillim që ka ndryshuar kohët, nuk janë më si përpara. Sigurisht që ka ndryshuar. Nuk e gjen më atë forcën që të qëndrojnë bashkë për hir të fëmijëve. Por preferojnë që të bëjnë ndarjen dhe gjithsekush të vazhdojë jetën e tij duke mos qëndruar më në një jetë të burgosur. Sepse një lumturi duhet të sakrifikosh jetën për hir të fëmijëve. Dëgjoj Leonard, mund të sakrifikosh jetën për hir të fëmijëve, kanë dëgjuar shumë për hir të fëmijëve. Por vjen një kohë që fëmia rritet. Patjetër. Fëmia rritet dhe mund të qellojë që nesër pas nesër nuk të flet. Mund të në një ditë të bukur të thotë nuk e plotësua këtë dëshirë dhe nuk të dua më. Ose varet se si mund të jetë jeta, nuk dihet se si mund të sjellin ngjarjet. Dhe fëmia nuk e shikon që gjithë vitet më të bukura të jetës, ke sakrifikuar dashurinë, ke sakrifikuar lirinë, ke sakrifikuar ëndrat e tua për fëmijën, dhe vjen një kohë që ka dhe nga ato fëmijë që janë mosmirnjohës. Nuk flasin, nuk mund të më shumë janë mosmirnjohës se sa mirnjohës. Janë shumë mosmirnjohës, më shumë të shikojnë si pjesë materialiste, çfarë do i blesh, çfarë nuk do i blesh, çfarë do i plotësohet, çfarë nuk do i plotësohet, dhe nuk mund të qëndrosh për hir të fëmisë. Nëse në një lidhje ose në një martesë nuk ka dashuri, nuk mund të qëndrohet për hir të fëmisë. Sepse gjithë secili ka jetën e tij. Padiskutim, sepse shiko, pra këtu jemi në të njëjtin totalisht në të njëjtin mendim. Sepse për fëmijën sakrifiko sa të mundesh, të arsimosh, të rrisesh, të edukosh etj.
por jo të sakrifikosh jetën me dikë tjetër për hir të fëmijëve, sepse fëmia do rritet, ai do jetë fëmia jote gjithmonë, por Po të jetë fëmia jo gjithmonë, mund të rritet edhe me debate në familje. Nëse qëndron për jetë të fëmijës, sigurisht që ka dhe konflikte. Po do ndërtoj edhe ai familjen e vet. Pra vetëtiu jeta të shkëput nga prindi. Sepse do bësh për vetë, do e gjen vetëm. Dhe vjen një moment që ti ngel vetëm. Pra as fëmijët, as bashortin apo bashortën, që si ka, por vjen një moment që se kanë krah dhe ngel vetëm. Pra duhet parë me shumë kujdes. Unë për vete nuk ja sugjeroj askuj që të sakrifikohet në maksimum për hir të fëmijës. Me vjen një pyetje nga një mik i imi, thotë Leonard, të lutem pyete psikologën, sa ndikojnë rrjetet sociale në prishjen e një martese? Këto jam ditë sotme, është moderne, është moderne. Është moderne, është tradhti moderne. Dëgjoj, mund të ketë partner ose partner që mund të kenë Instagram fake, Facebook fake, pa fund, TikTok. Gjallon që nuk e di fare që partneri mund të ketë TikTok, se të ka bërë blok, nuk e gjen dot, ose mund të jetë me emër tjetër. Mund të jetë me emër tjetër dhe nuk e di. Kto janë tradhti moderne, dashurisë moderne. Pra ndikojnë. Ndikojnë, sigurisht ndikojnë. Sigurisht ndikojnë, sepse fillon persona që kanë shumë vite që janë të martuar, ka nevojë për emocione të reja dhe fillojnë ato çatimet, fillojnë të kenë biseda të reja, emocione të reja me njerëz që nuk i njohin. Edhe fillon mund të flasi me një, mund të flasi me shumë, nuk dihet me sa mund të flasi. Sigurisht ndikon Leonard, edhe pse kthehem në një të qeshur, por thelbi kryesor i divorci sot është tradhtia sociale. Dhe unë nuk e kuptoj diçka, nëse shpeshherë më shohet në këtë që një martesë e gjatë fillon e bie, nuk ka emocion, duhen njohje të reja etj. Por më fal, çfarë gjen këtë burr që do lidhet me një grua tjetër, gruan nënën e fëmijëve e ka në shtëpi, por po çfarë gjen këtë burr, të marr këtë nënën e fëmijëve, ti thot më shkon parukeri, rregulloju. Do shkojmë një fundjavë, do flem në hotel, do shkojmë diku, ku diun, për pushime, do dalim në një park, sepse këto do bëj me atë gruan tjetër. Tradhtia vjen ku ka distancim emocional, ku ka mbaruar ndjesia. Se një person që është i dashuruar me partnerën ose partneri me partnerin, as nuk mund ta mendojë gjë. Që të krijoj Instagram fake apo Facebook fake. Nuk rikuperohet ky emocioni? Nuk mund të flas për këtë pjesë. Nuk mund të flas sepse varet se si mund të kenë qenë rrethanat, se si mund të jenë gjërat, nuk mund të gjykosh asnjë. Jo, nuk po gjykoj njeri. Unë kam të shikoj te kjo. Nëse ti ke një problem emocional, ke një problem rënje në martesë, shko te psikologu, shko te personi i fushës, fol, diskuto, sepse është psikologjike. Të bëjnë terapi në çift, po. Bëjnë terapi në çift, sepse është mendoj që është më tepër psikologjike se sa thjesht njohje e re. Por e kemi modernizuar, duke thënë duhet një njohje e re, sepse anashkalojmë punonjësin e fushës, psikologun, terapinë në çift. Nuk e pranon askush këtë gjë në Shqipëri, jo një. Terapia në çift të bëhet është shumë e rrallë. Është shumë e rrallë. Çfarë do mësoj ai mua atje thot? Kuptoj, e kam parasysh. Dhe mirë, meqenëse tek rrjetet sociale, të ka rëndësishë të dëgjosh që burri të ketë një adresë fake dhe gruaja një adresë fake. Dhe këta pa kuptuar të dashurohen me njëri tjetrin.
Jo, se kam hasur. Se kam hasur këtë, mendoj se ju e pasni hasur. Pa tjetër kam hasur, bile se kam hasur këtu në Gjermani dhe Janë ridashuruar ato. janë ridashuruar, po pa parë me shkrime, me kështu ço fotokot, a unë sigur jam unë ky individi, ka fundi për të lënë takim, ka dalë burri dhe gruaja. Po edhe si përfundim pastaj vazhduan me njëri tjetrin apo ndan? Jo, si përfundim ata u ndan, po se mi vlen. Po pra. E kuptoj. Ja, do më falësh se më vjen prap një pyetje nga i njëjti person. Sikur rasti thotë që përmendi psikologja për atë zonjën që është braktisur, që ka qenë me kancer dhe është braktisur, a mund të falet në rast se ka një pendes? A mund të falet? Këtë pyetje e duhet t'ja bëj vetes, a mund ta fali? A mund të falet, mi fjalë e Sepse- personi? Jo, është kam sinqerisht, a mund t'ja falësh dikujt që të braktisi në atë moment kur je me jeta vdekje? Unë jo për vetë. Jo, nuk ka shans të ta fal, po as ja dëgjoj emrin. Të dola tek pjesa tipike shqiptare tani. Jo, ti me realist, do ti me realist, sepse Jo, këto ti me tipike realist edhe nuk gjermane, mund e- amerikane, e është dashu si nuk ka, mund se pranohet. njerëz. Kur ti të Nuk mund braktisesh pranohet. në ditën më të Ai vështirë, S'ke qa braktisi do më, se kuptoj. Më Po, mirë të qa pendesi traktoj ka? se sa të braktisi. patjetër. Jo. Sidomos kur është luftë me jetë, or çfarë lloj smundje që të jetë, çfarë lloj problemi që të jetë, ta braktisesh braktiset. në atë moment, jo. Mund të gjesh momente të Jo, tjera mbrapa nuk sa është. të duash. Ka momente të tjera sa të duash mbrapa. Por në atë moment. Kështu që jo. përgjigja nga ana jonë është jo. Jo, edhe jo e madhe bile, kështu Këtë pa. këtë Pa pyetje negociat. zonja do t'ja bëj vetes. E do të falenderoj. Vërtet Të falenderoj lutem. shumë dhe shpresoj që do të kem sërish për tema të tjera, mund të diskutojmë tema të tjera nëse nuk të bezisa apo nuk të shqetësova shumë. Jo, është kënaqësi. Shumë faleminderit nga ana juaj. Shpresoj të Jam- dëgjohemi sërish. Të jam në njohës që më ndërove dhe të jam falenderues pafund. Shumë faleminderit nga ana juaj, Leonard. Natën e mirë dhe falenderit. Natën e mirë. Faleminderit, mirëpafshim. Të nderuar miq, kjo ishte biseda me psikologën Elda Ruci, me të cilën u përpoqem të diskutojmë problemet e divorcit, plagën e madhe që kemi ne shqiptarët. Duhet me na mirë kuptoheni edhe ne, sepse u përpoqem të bëjmë një bisedë sa më të thjeshtë dhe duke pasur parasysh vërtet është plagë e madhe sociale divorci, qoftë tek vetë partnerët, qoftë tek çifti, tek fëmijët. Pra duhet që ose do bëja një thirrje të përzemërt gjithsecili, të ulemi, të bisedojmë, të flasim, sepse ai partner apo ajo partnere që ti ke ndarë jetën tënde, ke ndarë rinin me atë, ke pranuar të ndërtosh familje dhe për një tek të një momenti apo për një paqartësi që mund të ketë në çift, nuk duhet të shkohet direkt tek akti ekstrem, por të gjeni gjuhën e komunikimit, të flisni dhe të bëni më të mirën për veten, të ndërtoni, ta ushqeni dashurinë tuaj. Jeta është vetëm një, mos të luajmë me jetën. Okej, nuk them që të durohet dhuna, të durohet problemet e ndryshme sociale që mund të sjell partneri apo partnerje, por ama kur është një mundësi komunikimi, të flitet, mos të merren vendime me inade të momentit. Atëherë, dukuruar që të jeni mirë dhe duke falenderuar nga zemra që më ndoqët, shpresoj që mos të kemi në audiencën tonë njerëz që kanë të tilla probleme,
por të jenë gjithnjë të aftë për të zgjidhur problemet, sepse mos harroni, vetëm vdekja nuk zgjidhet, çdo gjë tjetër zgjidhet dhe zgjidhet vetëm me komunikim, me fjalë, me diskutim, të ulesh të flasësh. Të gjithë ju që nuk keni patur mundësi të në ndiqni në emision live, do jemi nesër në ritransmetim në radio, pra jo në Facebook, në orën 13, si dhe ky emision do jetë në YouTube, në Horizon Window Radio Day. Përzemërsisht faleminderit. Uroj një natë të mirë për të gjithë ju dhe miru dëgjofshim në emisionet e ardhshme me të ftuar të tjerë. Natën e mirë. Horizon nga Leonard Koja në Window Radio Today.